Me këtë propozim ligj rregullohen lojrat e fatit dhe vendosen rregulla të qarta me të cilat parandalohet reklama agresive, vendoset mbrojtja për qytetarët, veçanërisht për të rinj si dhe forcimi i kontrollit dhe mbikëqyrjes. Këtë në arsyetimin e propozim ligjit e theksoi ministra e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska, e cila tha se ai nuk paraqet kufizim pa qëllim, por është për kontroll më të madh dhe mbrojtje të miturve. Се забранува рекламирање кое создава впечаток дека игрите на среќа се средство за финансиски успех, за решавање на лични или социјални проблеми, или кое директно или индиректно ги поттикнува малолетниците да учествуваат во нив. Zgjidhja ligjore është e mirë, vlerëson drejtori i Llotarisë Shtetërore Aleksandar Klimovski, por ai paraqiti disa vërejtje. Tha se lojrat e fatit në internet duhet të jenë nën llotarinë shtetërore. Интернет игрите создават најголема зависност. И затоа државата треба да ги овие интернет игри стави под своја капа. Тие се достапни 24 часа дневно, без физичко присуство и со значителен поголем ризик од злоупотреби, перење пари, користење туги идентитети и пристап на малолетници. Reagime për zgjidhjen e propozuar dhanë edhe shoqata të cilat përsëritën qëndrimin se me një zgjidhje të tillë ligjore do të mbeten pa punë rreth 10.000 të punësuar, ndërsa operatori më i madh i lojrave të fatit do të jetë shteti. Teksa për kompanitë private do të jetë shumë më e lartë dhe me këtë do të mbyllen lojrat legale të fatit, ndërsa shpejt do të shfaqen ato ilegale, me çka të rinjt nuk do të mbrohen. Сакам да ве прашам, што мислите дека ќе се случи кога ќе се затвори огромен дел од легалниот пазар? Дали луѓето ќе престанат да играат? Апсолутно не. Ќе преминат таму каде што државата нема контрола, во нелегални објекти на црниот пазар. Се губи смислата на мерката за наводна заштита на младината, кога преку мобилните телефони и интернетот тие ќе бидат изложени во секое време на онлайн игри на среќа. Propozim ligji parashikon që në të ardhmen kazinot të mos lejohen të vendosen në afërsi të paktën 500 metra nga shkollat, si dhe ndalimet për reklamimin e tyre, veçanërisht atyre që krijojnë përshtypje se me ato arrihet sukses financiar, ose që janë të drejtuara posaçërisht ndaj të miturve për t'u përfshirë në lojrat e fatit.